Jemi këtu të Alfred Kapaj, servisi Alfred Kapaj, në Zhupan. Edhe Fredi tash po merret me këtë makinën, me lën. Përshëndetje Fredi. Përshëndetje. Sa vite ke që punon? 25 vjet. Kjo makinë çfarë problemi ka? Kjo I kemi bërë vaj filtra. Tani po ndrojmë filën e naftës. Për momentin. Po. Mund të thuash një gjë për karrierën, çfarë punë ke bërë gjithë 25 vite? 25 vjet karriera ime e gjen vetëm kjo punë, mekanike. Po. Me çfarë makinash ke filluar? Me makina të para, Golf 2, Benza 104, 2400, Golf A3. Po mirë, atëherë ka pas më pak makina. Po. Më pak, domethënë, marka makinash. Sot ke Sot numërojnë markat e makinave. çfarë vështirësi ka këto? Vështirësit, nuk mbarojnë vështirësit e tyre. Problemi këtyre është me shumë dhe nafta. Nafta s'është Nafta, po, s'është naftë cilësore dhe këto dalin një shlohet gjitha makinat. Po ku e kam Nga partikularët. Partikularët e kam vdekje. Në shumë e makinave, po digjen po marrin flak nga punë e partikularëve. Si bëhet kjo? Si shërohet dhe punë partikularë? Shërohet kanë dalë metodat. Se ne shqiptarë të nxjehemi, s'takojmë partikularët fare. Po, zakonisht, po themi ne, nuk ka problem partikular. Çfarë do të ketë parasysh shoferi? Shoferi që do ta çojë po mekanik. Po, do ta çojë në servis kontroll. Te servisi më afër do të bëj kontrollin. I bëj të ndaj defektin. Ka partikularin, ta pastroj, ta ndërroj. Ka metoda plot. Është shtrenjtë partikulari? Po. Normale që është shtrenjtë, se po të shosë kishin ndërruar terat. Ne shikojmë gjithë to vegla aty. Sa? Kjo që të ndërrosh një filtr nafte do të vesh komplet të pjesën këtu që ndërrohet filtri naftës. Me le, kjo që të zgjidhë. Po. Çfarë fuqi ka kjo si makinë? Është shumë fuqi të madhe ka. 3560 naftë normale. Po makina me vështirë që ke pas më shumë probleme ti po themi në lëvizje, në hapjen e gjërave që ka pas. Makinat sa më të reja ka ndalë më problematike janë, më të vështira janë. Komplet elektronike. Po, do të thënë përveç punës mekanike do të merresh edhe me elektrike, me kompjuter, pa kompjuter s'ngelet, s'nizën me këta. Sikën makina rrugë. Po. Heq një filtr po si kancelove nuk ikin, nuk tërheq makina. Shoferët përgjithësi sipas mendimit tënd janë të kujdesshëm? Asnjëherë s'janë të kujdesshëm. Ka defekt ai, nuk shkon te ustaj. Te ustaj po nuk ngelin rrugë nuk vinë. Në vime karotrecë shumë i sa makina dhe tu? Po, më të shumë e karotrecë. Do të thënë neve kemi nëpërmjet kësaj bisedës që po bëjmë bashkë, I themi dhe shoferëve privat, kuptohet, jo atyre që janë profesionistë, ata që kanë makinat e tyre, të shkojnë më shumë tek mekanik, sa më shpejt. Sidomos makinat me partikular. Çfarë makina partikular do të bëjnë sa më shpesh të vënë tek mekanikët për kontroll, mekanikët e tyre që kanë. Për shembull, sa më shpesh kur e janë 6 muaj. Janë 6 muaj. Po, janë 6 muaj është domosdoshme. Për kontrollin e partikullarit, futje në kompjuter. Të shmatet se sa e ka ndotjen, sa e ka blokimi. Testimi të shfrytjes partikullarit. Kjo vjen dhe nga nafta ose benzina? Nafta normal. Ka benzina s'para ka problem, nuk ka problem, është me katalik. Po. Zakonisht kur ndrohet një motor, po themi në një makinë kaq të madhe sa kjo. Sa kohë harxhon mekaniku? Një mekanik, me ne që jemi me përvoj pune, 25 vjeçare më prindi të çmontoj e montoj. Në një ditë? Me kompletimin e gjitha. Kjeri zhveshur, ta kompletojmë, ta edhe në lartë. Tash ti si një me që nga fabrika, po me orarët që janë të llogaritur, kjo do 3 ditë bëhet. Bëhet normale, me punë normale. Kurse punë që ne kemi me eksperiencë me tëra, për një ditë e bëjmë. Çmontim, montim, komplet. Në darkë, në orën 4-5, ta marrë klienti makinën. Zakonisht kur ka fluks, sa makina hyn dhe dalin? U marrë të me hyn dhe dalin. Nuk jeni ke numëruar. Nuk numërojnë. Cili ka qenë defekti më qesharak që ke qeshur kur ka ardhur? Ka plot, me qesharak janë për thot klienti bën zhurëm, thjesht një marmit bën një lëvizje të vogël, thjesht një lëvizje ka Zana Marina, jep shumë zhurmë, thot, pse çfarë më bën makina nuk rri dot lart.
Një lamarin shumë e vogël që ka kapë marmita. Ti vetë që makinë ke? Nuk kam një Benz 220 C-Class 2008. Po pse Benza po është? Benzi mbreti makina. Benzi mbreti? Do. Makina me shtrenjtë që ke rregulluar, cila ka qenë? S'mbaj men. Po makina që ke më shumë qef punosh? Benzi është makina me shumë qef punoj. Benzi, njësoj ka parimin e motorit vendosjes? Të gjitha llojet e makinave njësoj kanë parimin. Nuk ka asnjë, po unë për vetën time punoj me qef të llojet e makinave. Se ka problem, po Benzi është mbreti i makinave, kam qef shumë, po çfarë ato i bëjmë me qef çdo makinë. Çfarë pjesë mekanike, gjenerike, çfarë pjesë elektrike me problem. Po defektin si e kupton ti? Nga përvoja? Përvoja me testimet tona që ne po bëjmë kaq vjet. Në dim se nga përvojë punës se qa zhurë me bend, kush e bend këtë zhurë, kush se bend, qa zhurë me bend goma, qa zhurë me bend sinje akset, qa zhurë me ka turbo, pulegjet e freksioneve të generatoreve, pompe ujë. Ti si shikon këtë të ardhën e këtyre makinave, me naftë dhe me benzinë, se të shikon këto elektrike? Po këto s'do iqen, do iqen shumë, për sa kohë nuk do iqen, normale. Po ta shika dalë metode elektrike, mjetet e punës gjithmonë janë me naftë, nuk do hiqen kollaj. Po, mjetet janë fuqishme. Mjetet janë për shumë gjatësi. Zakonisht, si mendon ti si ustaj i vjetër që je, si profesionist i vjetër? A e përballojnë qytetarët, po themin e shërbimin? Ja, ka më të shumë të nuk e përballojnë, sa e ka basle, ka blerë makinë, për s'ka le këti bëj shërbim, sidomos të dhe makina, ka problem me turbo, ka problem me fashët. Që dhe vaj këto? Sofion. Kjo është vaj që Sofion, dhe hanë vaj. Këto makina më shumë do të, qa janë 350, 210, 350, me LED, me të tillë motor, kam problematikën e motorës. Po një makinë me më pak probleme, si pas mendimit tënë? 220, që sot për sot ka dalë benzi 220, 210, 2008, 2007, që janë këto, ka 2008 e lartë. S'kam probleme shumë. Ka probleme përballueshme që? Po, përballueshme. Nuk para... Se qa janë këto dhe janë shumë problematik me LED. Audet. Po. GPS-a që... Të gjitha llojet e audet janë problematike. Ke ndonjë këshill për këta shoferët e rinj? Këshill... Të shikojnë në mekanikë. Gjithmonë. Mos të hipin vetëm lart makina, po t'i çojnë te një mekaniku tyre me i besoshme, të bëj kontrol sa më në kohë makinave. Një shofer, që duhet këtë parasysh kur niset për rrugë gjatë? Duhet ta shikoj për vaj makinën, vaj ujë. E para, po e pa për vaj ujë, është rregull. Punimi i makinës kur e ndes se si punon. Se më të shumë le ndezin, hipin lartë, ikin, ngelen në rrugë. Pa e ngrohur fare. Ka nevojë makinat për ngrohje, naftë, benzinë? Zakonisht çdo makinë ka nevojë për 5 minuta kur e ndes mëngjes të rri. Ngrihet vaj, çdo gjë të vjen, kapi kotat e veta. Po një makinë kur lodhet? Kur lodhet, kur ikën me avash, lodhet më shumë se sa kur ikën më shpejt, kur ikën në trafik, në to. Gjithmonë lodhi aty ndihet, e mjeteve, edhe nxeja, tërë aty nxeja, nuk nxeja kur ikën shpejt makina. Është më freskët? Me freskët me tëra. Po mirë, zakonisht njerëzit sa kohë mund t'i mbajnë makinat? Që mbaret për dorë, për shembull, është e 2009-s ajo, sa kohë mund të rrinë në Shqipëri kjo si makinë, që ti ketë shërbimet e rregullta dhe të ketë pjesë për atë? Këto nga 2009 ne i mbajmë gjin 30 vjet shqiptar. Makinën, pastaj s'para ashtu dhe i heq. Nuk heqin. Më shumë vere makinat, do të gjejnë 30 vjet janë në qarkullim, sa vite dalin vetë vetë. Ai qarkullimi në një të rrallë që mbahet. Makina që është më e përdorshme sot? Benzi, Fordi, GPS-a, Audet. Kanë dalë këto elektrike. Po çfarë janë për këto me naftë, benzin, ke Kia, Hyundai. Ke të gjitha llojet e makinave janë thuhet që këto europiane janë më mira, po normale këto japoneze po themin, në Toyota ne tash i kemi njohur së fundi dhe janë shumë të kënaqur njerëzit. Të kënaqur, po prapë dhe ato po kanë dalë problemat të tyre nga partikolar. Gjitha nga partikolar. Të gjitha, po ato japonezët janë të ngarkuara me
elektrike e geret. Një makinë japoneze ka 2-3 gere. Me farfallë elektrike, me çdo gjë ka elektrike. Po mirë, kur e rregullon e gërën e kësaj makinës japoneze, Po, e riprogramon. po normal, do futur në nga kompjuter. fillimi. Po. Do ndrosh çdo gjë që ndrohet do futur në kompjuter. Pa kompjuter nuk merr asgjë. Tash jemi në fund bisedës, se kemi shumë këtu, mos të pengojmë dhe në fund se je plot sot. Çfarë këshilli do japësh për gjithë shoferët? Gjithë shoferët të kenë kujdes te mjetet e tyre. Sa më shpejt të bëjnë kontroll për serviset e tyre, te servis për një zhurmë të vogël do të kenë te servisi më i afër. Mirë Fredi, të uroj suksese, faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit. Faleminderit juve.